ma mirë se vini në veç kesh. Apo keni nxehta ftofta? Po, ftoft, vetët edhe për ftoft. E kom një shoqe të mërdhime. Qa shumë nerdh, tek në korrik janë nisë më nxe. Ju mi ardhë nxet, mos më keq kuptoni, më nxe. Njëherë kemi pas me udhtu bashk, që shto verës, me shku në pushim me kerrin e saj. Edhe nuk më patë marrë me veti. A dini pse? Se tha, unë nardh, e ti lyp me talë shuklimen, temperatura 37 gradë. Nuk më ka marrë me veti. Tha, shko vet, u kallë shflaka dalt. Me mëngu mu, dorën zemër, kështu me mëngu mu, e kisha hek verën krejt. Mjafton pran vera. Po që njerëzit po në arthin? Ta është pa hajgare, po vera është masa e nevojshme. Sa do që na vjenë në nxehtë. Sepse kjo stin është e lidhur në ngusht me shëndetin mendor gjithashtu. Dielli ndihmon shumë mas pari me rregullu vitaminën D, e cila është kruciale për disponimin ton, për funksionimin e mirëfillt të trunit, muskujve, imunitetit shëndetësor, domethënë në përgjithësi. Shpesh kur e vrejmë që në periudha të gjata si jemi fort në disponim, diçka po pritojmë, diçka, problemi është zakonisht të mungesa e vitaminës D. Nese se unë doktorisht nuk jom tash, po kom qef ka njerë me folje dhe për qësi tema. Sepse është nevojshme me u informu për shnetën tonë, e më kujdes për vetën, normal, apo? E soj përket shnetës edhe kujdesit për vetën, sot kemi vendosur me iftu disa mysafir që kujdesën për trupin e vetë, e që kanë me na tregu edhe neve qyshës si e tek. Edhe nështë ta e keni vrejt që kogja shpesh ftojmë mysafir të tillë. Por e kemi për detyrë me nda sa ma shumë informata të rëndësishme. Tu e ditë që ky muj qershor, i dedikohet shëndetit mendor të burrave, kemi vendosur që me mbyll këtë muj me disa burra që kujdesen për veten. Me shumë kënaqësi, i ftojmë në studion e veçkesh Leonard Mark Nikçi, apo Nikaçi, Leonard Mark Nikaçi, Artur Berisha, Enver Kelmendi dhe Elton Cana. Mirë se keni ardhë me qkesh. Mirë si ju gjatë. Po më vjen mirë që keni ardhë me na kallëzu edhe neve sa të fort jeni, sa keni muskë. Se bolli përdoni në shtarjetët e juja sociale, po nuk mjafton. Po duhet edhe ka televizioni me dalë, ma gjën. Po, për shëndetin kur nuk kam mjaft, as kishe thonë oti qashtu? Jo, në vetë sa thash. Pak ma herët thash. Kështu që, po më vjen mirë që keni nda kohë me ardhë në veçkesh, edhe me na kallëzu edhe neve në isan. Jo veç për veti. Me plët që vim me shpërndase, saj përket shëndetit, që shta dhe Leonardi, kur nuk është boll, edhe në anën tjetër ka dhe plët kesh kuptime, saj përket botës tonë të fitnessit, e tjetës e shëndeshme, veç kove të funit tja ka nisë me u vedisu njerëzit, dhe kjo ka arë si arsye, se tash këtë punat pikem në për zyre, pikem ullën pasiviteti, edhe i ka fillu me ra nivelli edhe i kujdesës ndaj vetit, edhe i shëndetit, aktivitetit fizik, që sjell deri te problemet shumëta, si që është obeziteti, po edhe që është më rëndësishme edhe saj përket shëndetit mendor, depresioni e smundjet të ndryshme. E vërtet. Vesh kanë shkutur rritë që thirën edhe ndryshme si smundjet moderne. Qashtot, ama krejt kjo është mas shumë të si pasoj e najës. Po qajo, naja i ka tanat këshijat, po dhe na jem demela shumë si njerëz. Eltonin s've vete, kur gja? Ja. Do më thonë. Na nuk rrim. Na ushtrojmë, apo? Po, varet api momentit. Edhe për momentit, a ka momente kur ushtrojmë? Ka momente në jetë ku nuk ushtrojnë, ka obligime tjera jetësore, cilat
janë të nevojshme ose nga njëherë dhe domosdoshme për personin që me pas periudha që ndoshta edhe me rikujtu se çka është e rëndësishme në jetë. Bravo. Edhe nga njëherë i nevojitet njeriu që me kalu në atë fazën thonjza të keqe për me u kujtu që duhet mu kështu ka e mira. Me rok fundin për me unë gjitë për me unë gjitë prap nalt. Kështu që edhe ato janë të arsyeshme dhe janë totalisht normale. Ka plot njerëz që i kalojnë, edhe na jemi njerëz, edhe na i kalojnë me raste, kështu që është totalisht normal edhe për një profesionist me kalu në për një gjë të tillë. E lënë më dikush që ka hobi ose që nuk e ka komplet stil të jetesës, mënyrën e ushtrimeve ose të ushqyerit shëndetshëm. Veç masi tjetu ushtru vazhdimisht edhe të lojsh për një periudhë caktume e shes sa çfarë efekti ka dhe ja dim vlerën se na si njerëz shpesh i marrin senet e garantume, domethënë kur e keni sen doket shumë normale, kur e lën një kohë edhe nuk je mo të e praktiku ose si të e bo e kupton që nuk ka qenë. Nëse ajo është normale në aspektin, po e kupton vlerën edhe fulfillment, apo qysht bën ty që përmbush në brenda. Përmbushja, po. Kur e hub të mirën që atër ja dem vlerën. Edhe kur je ashtu të ushtru për një periudhë kohore ma gjatë, doket rutinë, dhe me thonë doket diçka krejt normale, je mësu me ta. Po momentin që kina i lëndem, angazhimet jetësore, familja, se ku po dione, që atër e kupton sa rëndësishme është që ajo për ty, do ta lën një farë boshleku, që çdo ditë tani në veten që është mungesë. Kështu që paktën nëse normal, po dihet angazhimet ato sene ta bin punën që ti më lën, po të paktën 3 herë në javë, më mundu diçush janë ndjesimë për mbush. Unë me të paktën shkoj. Po, ti tona het me të paktën po je. Me minimumin. Po ti gjithë me të paktën po je. Për njerin që merret me punë, ka një punë tjetër edhe nuk është profesionist i fushës, 3 herë në javë nuk është e pakta. Apo, a? 3 herë në javë është më se e mjaftueshme, më najt fit, me qenë shëndetshëm edhe mi marr këtë benefitet që ti jap fitnessi. Tash kjo s'ka fund, mundesh adin 5 herë me bo, po edhe me shku 7 është shumë, atër pjesa vjen ku edhe të prohet. Të më thonë, po, si çdo sen tjetër edhe kjo mundet me shku me u të pru, se nuk i len kohë trupit me u rigeneru, edhe atër nuk i arrin benefitet apo rezultatet maksimum. Është mirë me gjithë balancin, do me thonë, se cili individ dhe njën trupin e vetë. Edhe ashtu nëse ka kriju pak eksperiencën fitness, ose në qoftë se ka një trajner që udhëzon, mundohet një gjithë që atë farë mesin e orët, se mesi është nëse s'ka ka mund Barcelonë. Po? S'po di askus është se s'qyri futbol. Është ideja me gjithë mesin e orët, me ushtru, valla jo. Nësë më shkan heq, këtu në po mu së më shkan heq. Ta e në më atletik, mu jo. Unë jem në fitness për rri, kom qef që aty me metë. Pse në fitness e jo futbol? S'kom ljujt kur s'kom dit. Gjithë jem kom pak ma i matë me trup, mleshin portier. Me bu me të ardhë në kom, qa bën? Gjithë më ka ljon portier. Gjithë më mleshin portier, ose mleshin ma zgullëm i mledh topat. I shitu topa në gjithë fushë. Edhe portier nuk o kes me të... Po pjesë e lojës është dojnë këmera nësi pjesë morja. Pas ka mledh topat, e merë. Alma holla gjithë mund ma trashë e kom portier ta shumë. A je ku një trashtë, ja? Këta tekstet i kena shtime nga në përfush me bo kruka. A je ku një trashtë në hera? Ja, kur jeta jeme. Okej, Prej që moj me në vetën jem konfet. Me thonë gjithë kom oshtru. Shtu ti po do kësht i trash, po nuk je i trash Tash jem në fazën e mosës. Po dhe, nuk je i trash Prej vjomit, po jem i trash prej mosës muskulare. Pi muskujve. Kjo është i madhe zhvilluar. Kjo është zhvill, dhe më thonë, këta bile doj me anis me thirë regal, ose shifonier, se shumë i madhe. Adin me dollë para kamerë, mja bo hije njerëz. Adin ku shkojmë plazh, me dollë si qodë. Me dollë si shëzlën. Vjetë që shtu e këna planë një më shku deti. Ku shkojnë anë deti. Nuk kem nevoj me pagu 50 euro për shëzlën, ali që shenë shtrejtu qmime tash, lire shkojmë na edhe jem... Që zë edhe Eltoni, ku ka qatë? Mara mu po më pëlqenë se po foljen për ushtrime 3 herë një javë, une jë mësu 6 mujtë të kom ushtru ka 2 herë në ditë çdo ditë. O zëtë. Kjo minimal, ja, dy shumë dohet kejta i 2 herë në ditë? Po, ta shte unë e më Sa ta e ki titullin kampion ti. Po, dhe nuk je kampion pa hirit. Po, më pëlqenë që ke minimal, ja, kur për marrën që 3 herë një javë ka 1 orë, apë dhe më marrë pak me vetën, ta më influencerski. Qa ka qenë për ty minimalja, mas pakti që ke ushtru? Minimalja? Po. Po s'po di se tash ti mas e ke tema të futbollit, në 13 vjet kom lujt futboll para se më marr me fitness. Unë në bodybuildingut ja kom nisën moshën 17-18 vjeçare.
S'po di, ne prej kur e mojnë me vetën, Dishe vetën. këto farë, apë dhe në më konë në gjendit keqe emocionale, ose financiare, ose qka dhe që është, ushtrimet jenë që ato që ka mu kanë gjetë për me kalu, apë dhe në qatë periudhë të vështirë kohore. Ama ti s'pedishe asa ki pas periudhë të vështirë. Se e konë në zonë non-stop. Do më thonë se dhe na ki pas. Po, që ajo është qka të E që shtimë të një mirë. dësha me pytë, a ndodhë që edhe njerëzit që ushtrojnë, edhe njerëzit që ushqenë shëndetshëm, a ndodhë që edhe ata me kalu në për naj fazë të keqe? Po, se cilë njëri në jetë e kalon atë fazë. Po, puna është që një njeri që ushton rregullisht, ose e ka kriju qatë disiplinën në fitness, tash qajo disciplina tina indikon edhe në hemisfera tjera jetësore. Edhe tash aje din që për me kalu qatë vështirësi, do të me qenë konsistencë dhe disciplinum. Kështu që nështë e kalon qatë fazë, po mënyra që aje trajton me të veten, është pak me letë, se sa një njeri që s'ka prej këtega me dorë, ose nuk e ka qatë disciplinum të krijume. Antidepresanti më i mirë është aktiviteti fizik. Kjo është shkencëtarisht e vërtetuar. Botërisht. Edhe ketë doktorët tashmë veç u bo mainstream, apo ka dalë në media gjithë kanë e përbotë, se ma heret nuk o konë qash, se së ditë s'ka pas studimet mjaftueshme, po qëtash se cili psikolog, psikiatër, mas pari, do me thonë ta rekomandon aktivitetin fizik, që me i u largu medikamenteve edhe me unajtë sa ma largë medikamenteve, se është mënyrë naturale e balancimit hormonal të dopaminave, endorfinave në tru. Do me thonë është sani maj mirë. I tash normal për raste kur edhe kjo i te i kalon fazat të shkohet në procedurat tjera. O, dhe se unë menoj që para se me mri. Parandalimi është mënyra ma e mirë që mësë me arrit deri të ndoshta një nivel ma i lartë. A kanë profesionistat probleme, ata i kalon këto njerëz është se cili edhe se cili i kalon fazat të vështira jetësore. Po getë prej që u zbulu televizori, shpia, edhe kerri, edhe do shqyse, apo dhe nësene, tani i patën zbulu edhe antidepresant, ato dhe këto. Ma herët s'kam pas, kur s'kina pas shpia e në konjarë, s'ka pas nevoj për antidepresant. Po, që t'ka një karusha. Po, e ki pas me menu, atë se tash kem ko me menu. Qau ka bo, tani sidomos dikush si unë e Leonardi që për shef me nëna, dhe në vish me në leon pak, na him një bot dimenzion tjetër, këtë kohën. S'bën me pas vakt me menu. S'bën, për qatë kur një karusha ti e prezent, adrenalina në maksimum, veç e këshyrë, ku e ki hapin tjetër, mos për të shëtë koma t'i ku. Jo kena bo këtina se për një me, kjo e ka një farë botet vetë që kurin që aty problem është me shkyq. Edhe të arsarë që rrina me ta, për ndryshin aty e qenë një fitness, ka me ka një fitness. Ria? Po dhe me thonë një fitness, është transformohu. A peta? Po. Po. Najna që ata transformimë. Kjo është palestra e Ajo jeni që ata? Najna që ata që transformojmë njerëz. Qa më kishe bo mu? Ty kishim bo modeli, edhe pse koke, kishim bo modeli. Ma, më rrezë s'po kom vakt. Veç hajde të veni. 3 herë njo pelojna minimalin edhe të bojna modeli. Jo, pëse më qerin më shteni kështu me qurën unë. Jo, s'ka nevoj me që peshat rona. Peshat e rona janë për neve moshkujve, ju femnat, ju e një gjeni e bukur. Ma leta? Ma let, s'kena nevoj me mundu shumë. Jo, qas sot e banë ose përballon ose të pëlqen ty, se kjo në fillim janis pak ma let, për shambull. Edhe atër janis të të pëlqy, bjën shtu një pesh pak ma shumë, edhe rritet intenziteti, po... Pytja kish me kona muni i karushës. A mund është me 3 herë një mi i karushës në mërë? A muj? Mi i karushës. Ma heret, mirë kështë të thonë, kjo e ka të farë botën e vetë. Kove të funit, arusha këti ka ik, na jo kena bo si arush tina për mas. Na për një gjë mas. Po ik, jone edhe po bona prezent, adrenalina në maks. Po në rrën, po është qatë, s'po ik. Vizual në maksimum. Që shkom këptu arushat, të nalë s'po më ishin me të njek. Ja, veç të po. Muj. Ja, ko ke përgadit, ti do me më. Mirë, ko ka puna, s'pas ke nevoj për fitnesses, me atësi me ledzu, tash bërë edhe me pytë qatë gjibitin atë qëshu, si ti i kim arushës. Në e opcionet, i përgadisi mosat mbrojtëse, edhe
Eltonat ka një karusha me qenë se kemi. Jo. Jo. Eltonit edhe me një karusha sigur t'ik se kë vrapin e ka shpi. Po, kjo është e mësu me shkollë, din kërë përkatit për gara, i patë në orë kardja që të që. Allon, kur të shë Arusha kampionin, ndroj i ka jo. A qëtëm një video me juve edhe po këthejemi që shto me të njëtë në atmosferë, po kalzojmë do një ndodhi, a me klient, a juve që ju ka ndodhë diqka. Për më unë pesh, ama mirë Coca-Cola Zero, a languj portokal. Nëse do mi humë 8 kg gjatë muajt të Ramazanit, atë të do shmi bo këto 3 qanë. Para është që me pas kujdes ushqimi. Se ke prish dietën në sëndis, atëherë bëni këto dy veprime. Veprimi i parë në të kupton që 8 orë që në arshëm ti mos me konsumu ushqim për vetë në muj, ndërsa veprimi i dytë është hala majli. Që në kupton ti me shkull fitness ose me dorë me dy basket, futboll ose çka do të qoftë, që ti mi djeg ato kalori edhe mbrome me vazhdu me një shushë ndër. Po do minutet kur po shtron fitness. Zakonisht që ky problem shfaqet te fillestar të fitness, edhe arsyeja konkrete që ndron shkaku që e mbi ngarkojnë trupin e tyre me pesha tron. Përpiqesh ta bësh zgjedhjen më të mirë për ëmbëlsimin, ja ku vjen krahasimi. Në një njerëz kur jeni bllokuar edhe s'po ka më përparim, ja se si kalon një moment i tij. Për gjatë stërvitive me muaj të tërë, për pesha nuk po ndryshon, fillon të ndjesh i zhgënjur dhe i lodhur. Atëherë do të vendosësh ta ndryshosh qasjen tënde. Ndryshosh stërvitin, rriti proteinat në dietë dhe shto ushqime të strukturuara. Për ndryshe, këto a thirrin prof, kjo është i mesmi i grupit. Cili është ai? Leonardi. Po kjo profa, a dhe me thonë, kën një farfor me kysh kam për porana, si del në shkull. Faksion. Ja, për ja të prënë, se kjo adin në të vërtet shkon me periuda kohore. Herë është profa une, herë është Enveri, herë është Artori, më varet o për çka, më varet o për momentit, po jom shumë krenarë se cili për neve e merë rolin e tilë kur situata thret për atë rol. Bravo. Do me thonë, ju japni këshilla, përveç që ushtroni për vetën, japni këshilla në vazhdimsi edhe se qysh mi u ndihmu të tjerve. Prej qësaj periudës, prej shëmerën e, do me thonë, me qëtë sportin e juj. Qa mundëni me ndoa me neve diçka që sharake që keni has, ose në qëto video që i bëni, a ju ka shrujt na i kush diçka që ditëshme, ose keni pas me na i klient, na i... Po, që një storje që ka ndodhë, nuk na ka ndodhë neve, po ka ndodhë në një fitness në Prishtinë, ma herës pe kalzojmë. Rastin ka shku, do me thonë, si krejt para marteses, një femen që e ka kuptu që, do me thonë, është vonë me humbjen e peshës, edhe ka shku të një fitness, edhe aty ka thonë, sa më kushton mi hup 20 kg për një javë. Edhe ata i kanë këshyrë që nuk kushton shumë, po është e munimshme. Ajo ka thonë, e qysh muna mi hupën e këta kilogram, pa e i ka thonë, njënën kom ta hekin, edhe në të 20 kg shkull, e gashme për martezi, se do të me të bajt, normal. Për ndryshon gjarje vërtetë. Gjarje vërtetë. Po të se ndryshë qyshë i e njeri 20 kg për një javë, edhe nuk është natë shumë qdo që ja banun me në. Jo, 10 kg për një muj, mund është mi humë. Bile nështë edhe ka njerës që i kanë humë edhe 20 kg, po më varet tash sa kilogrami ti. 3 muj 1 kg e gjysë i kom humë. 1 kg, po ti më varet qak i bo dhe tjera ti nuk je mbi pesh, masën që me hup qash kilogram për njerë. Ta shte për mi hum 10 kg dush me qenë pak ma shumë mbi pesh, ose me qenë super strikt e me bo super shumë aktivitet fizik gjatë ditës, kështë që kjo më varet edhe për personit. Me transformo ekstrem, mund është mi hum 10 kg për një muj, edhe mu transformu me arrit formen e duhur mu bogati për deti, që ata që ju kanë një vonë, po jo për një javë. Jo. E për shambull, celuliti, do farë, adin do tulla që rinë kështu, adin që silën.
Qysh do të mja u boq atëne? Po, duhet dyja, ushtrime dhe duhet dietë. Kur thom dietë, nuk nënkupton do mos do me vdekurie. Më thonë, është veç me hongër me një program, me një sistem caktum. Bile ankesa kryesore klientave tonë nuk është po hajnë pak, gjithmonë është numër 1, mos jena të hongër pak se shumë. Më thonë që kjo problemi. Po, që kjo problemi kryesor i pari që e parashtrojnë klientat kur ja ndërtojmë dietat, kur i kallëzojmë çfarë duhet me vepru, ç'është duhet me vepru. Kështu që nuk mundi mi thonë tamam as dietë, se nuk është që kime qenë uritur, thjesht kime hongër me një program caktum, edhe nuk kime ndje uri, edhe kime bo zgjedhje të shëndetshme, nëse me ja kap çokolade, sa naj sheqeri, kime marrë naj molla, naj banana, naj mishpula, diçka varet prej programit cilin personi e ka. Po duhet me ndonë pulën. Po kjo mirë, se edhe me ndonë pulën ushtrime. Kur t'ja he kry, do të me ndonë apet se ik. Si pula pa kry. Për shembull, janë të njerëz që arsyetimi i tyre është që na po kena shumë punë, s'po mundem me më kujdes me marrë ushqimin atë në çapo na nevojitet për me hongër shëndetshëm, tani po hajmë çapo na çollon. Qaj është njëra e letë. Se po, normal është ma punë më kujdes për vetën e më ushtru e me marrë ushqimin e shëndetshëm, po kjo bëhet këtë që shë organizën ditë, nëse e planifikan. Se na zakonisht se njerëz nuk është që doj me planifiku, pos nëse jem të obligum. Për shamë, kërë jenë në punë, të rënë dikush mi kry të shefi dhe të s'ki qare pa i bu punë. Ata është këto që e ki vetë me menagju ushqimin e kujdesit, po hajtë se pelo një herë, hajtë se pelo një, s'e kërkush, qashtu. Një shef i lodh të vetës. Shef i lodh të vetës edhe nuk kujdesesh, nuk e bën organizimin apo planifikimin e duhur. Po, me bo planifikimin e duhur, nuk është të vashtir, ndashta një javë, 2 desa të shetë në binar, si çdo sen tjetër. Ti, kërja ki njësë emisionit, besoj që në fillim, adin të ka dok pak ma vështirë, ose kërja ka njësë karrierës, atë tashmovish vjen këtu dhe e ki play si me shtypi buton edhe me të bo normale. Kjo njëjti sen është me çdo gjë, po... Një 2 javë po dashke për me hinë sistem, shumë e letë, shumë e thjeshtë. Kanë shumë arsye, do me thonë edhe me klienta që punoj qoftë fizik, qoftë online, që bënen ka gjatë vjetash, punë është që gjithmonë kanë arsyetime, do me thonë nuk mundohet me gjithë problemin të vetja ku është, po gjithmonë e lyj problemin të dieta. A di që është normal, na dietën transformoj ekstrimin që ndërtojnë, do me thonë me të i largën 10 kg për një muaj, na gjithmonë e personalizojnë për se cilin klient. Po punë është që ata gjithmonë mundohen me gjithë problemin të dieta. I thoma i kene gati, thot po. Okej, thëmë, qa ke hongër sot, e gjenjë që dhe në ora 2 s'ka hongër kur gjo, ndërsa prej orës 2 dhe në ora 4 i ka hongër krejt shujta që i ka pasën program. Apo dhe, që to është problemi, se arsyetimet ka njerë është 1 milion onash, që është adhe artori, me morë vetën, me menagju. Nja 2 javë ditë shtene vetën për dhunë të lokës, qka do që bëhet moje dietën. Masa nena, kër i largën të një 5-6 kg, e shë vetet unë transformu qare, nuk është pa vazhdu me mojtë dietën. E qështu ju, keni bo na i skincare kësi rutina që po ju vizlojnë ftyrat, është ushqimi shëndetshëm. Edhe... Paremisht është ushqimi pa tjetër se edhe ushtrim. Kretë po dokni sigur me botoksa. Faleminderit për këtë kompliment. Ne kom buste frime. A i giti busta? Ku me a? Ka. Pak sa. Ajo fshik sa Pak sa më vrejt, 0.2 cc. A dhe ne ka i fa fshinjë që aty ja bën vakon, kështu para se me shku në emisione. Ani des, s'ka lidi, po jo, që ta saj përket lekurës, mas i ra, do me thonë, edhe për këto ushtrimet edhe aktiviteti fizik, sidomos, po edhe ushqimi është definitivisht shumë e rëndësishme. Komplet hormonet, si të regulohen hormonet, si të femnat, si të moshkujt, atëhere likura regenerohet edhe për kujdesin. A bon me hongër fli? Po bën, her pas herë bën. Shumë shpesh. Dhe jo 3 herë në ditë çdo ditë. Jo para A bën me hongër hamburger? Po, krejt bën me hongër çokoladë? Krejt bën me hongër me sasi. E çuje po të psoni unë jo? Sa ty u mjeshtria. Ajo. Pak. Ajo ma minimalja. Po, dhe për nuk shkon tash të pitja maksimale ushtrimet minimale. Bre, a përshë ne, budashka pak ase pak se, jo shumë azesh pak se. Po tash pak ata, pak na, ma shumë ata se na. I kena ndërthur.
Ideja qysh njerëzit shtohet pesha, është e pa ta bo një kalkulim që mja u spjegu që për shembull 10 kg mi shtu, i bjen të kitë javën mi nejt gati mirë, për brenda 3 mujve, i bjen kitë javën mi nejt gati mirë, veç 2 vikend me hongër një hamburger edhe një Coca-Cola, ma shumë se nivelli jëtë që të lejohet ty me mirëmbajt peshen tonë. Tash për 3 muj, nëse vetëm shto 2 i bënë... Nëse veç në vikend hanë diqka... Po, 2 ditë në vikend, pak ma shumë, kjo akumulohet brenda 3 mujve, ti kemi shtu 10 kg. Do me thonë që ka që pa drejtjo numrat ka një. Qështu është kjo? Mjeshtria është me gjithë me balansu, se ti tona mundesh me hek një shuj që e ke standard, e me shti hamburgerin e artorit që atë, edhe mrena 3 mujve je njejt, apo kupton? Ku më tranut. Po leto, se ti kërë din që e ki prish vikendin, tanën e të martën, e ullë pak ushqimin edhe e shtën aktivitetin, del ka një orë gjys ec, tanën e të martën edhe e në regull. Që për mos me u kesh kuptu, ndoshta të publiku, dohet me i najt gati, edhe mundesh me prish, nuk o që s'mundesh me prish, veç që nevojitet krejt me qenë e balansume, edhe me ditë se qka jetu bo, dhe me thonë në përkujdesje mënyrë profesionale. Edhe nuk nevojitet as me vdek urije, as me vdek pilodhjes të ushtru, dhe me thonë ato e nivele ma profesionale, po nevojitet me pas një balansë dhe me pas një praktik, ose ma mirë me thonë një shprehit të shëndeshme, që dikur të bëhet natyre dytë. E që kjo tripe muqu me bo një farë testit intolerancës e zdiqka, a duhet me ndodhë qaj, a duhet me pas njeri tani mi hiq ashtë qfellit, me kështyre dhe cilin ushqem? Tash po foli si pas studimeve të fundit. Testi intolerancës për një me është funksional nëse bëhet që shduhet. Do me thonë nëse shkon si pas procedurave mjekësore. Jo, po plus për arsye se një shumë njerëz të cilët e kanë boqa test, po nuk ju ka funksionu. Po që me ta dhonë një krasim thjesht. Për shembull, krejt njerëzit që janë mbi peshë, nëse janë ol produktet e qumshtit, nëse janë ol buken e bordh, do me thonë që të ushqimi fast food a i largon peshë. Puna është që tash në test të intolerancës, të i dalin krejt që të ushqimet që ndalohen. Do me thonë, test intolerancës për një me është real edhe funksionan. Po puna është që du të më bëjt që është duhet. Nëse e bën shkele shka, adin Varsisht për metodes. Kjo është pak ma shumë shkencë se sa mos me ngarku publikum, po me thjeshtësu argumentin është që po funksionon nëse jënë parametrat si që duhet të laboratorit, në varet se qka matë në gjak, se ki testet të ndryshme të intolerancës që do bëhen në mënyra të ndryshme. Në më thonë, kuptimin mbi intolerancën në organizmit personin e marim për gjërave të ndryshme. Tash me qëto metoda jënë krahasimisht cila o ma e mirë, cila so ma e mirë, apo kupton? Edhe ato të cilat janë superiore që janë përmes gjakut të disa të cilat bëhen, kur testohen ato mundë me ndimu, po nuk është që ka me qenë qelsi magjik. Qelsi magjik është me mujt me nal gojen, dhe më thonë me mujt me hongër ma pak, edhe me kontrolu urinë edhe me kontrolu ato kërkesat për brome, për sheqer që na kap në gjysë natës, sheqeri, diska amel me kap me hongër. Mas reziku ish natën me hongër. Po, natën, që ajo është ma e keqja. Edhe, kur meret parasysh, do më thonë, këtë test intolerancës, ka me bo dalimin, do më thonë, nivel atletik, për kampionin mundet me bo dalimin, apo kupton? Për kampionin mundet dhe i dikon. Përsinje shumë të vogël. Tash njerëzit tentojnë me gjithë do mënyrë me ikë problemit bazë. Sa ma letë me shku me bo një test intolerancës, sa mi nejtë gati ushqimi. E mu që me shku në fitness. Ajo është letë, ajo është 2 minuta punë. Shkon ati, e mon dorën ose qyrde që bëhet metoda dhe kryet. A mundët njeri mos me shku heq fitness, po veç me bo ecje ose vrap? Po, qdo loj aktivitet. Po, qëfar do loj aktiviteti që përfshinjet, do me thonë që nëzit trupin, pulsin e zemrës me shku të nalt, jenë regull. Po puna është që fitnessi, do me thonë tashti nëse e ki qëllim humbjen e peshës, do me thonë nëse maksimalizëm proteinën, do me thonë që ata muskuj që i kiti për mes fitnessit i mbonë. Ndërsa nëse aktiviteti fizik nuk është i mjaftushëm, do me thonë trupi nuk ka rezistencë me pesha, ngritjet pesha, ose qa do qoftë humbet edhe masa muskulare. Tash, ideja është që ti muskujt mi nxerrën pa, ndërsa masën vjamore me humbë. A ka nëjë kush që lyp, thot, unë kom ardhë veç prapanicën me qutën altë? Gjdo dit. Gjdo dit kam. Ili është kërkesa me shpesh, do me thonë që vjen prej mesazheve. Do me thonë prej gjën... Kjo se kjo pritet për femnave, apë den. O kërkesa numër 1 me shkujve është mi që gjoksin të naltë. A pëqojnë? Me mundësi, me takat.
Kjo është i Gjakufës. Mirë dhe, kjo u koncentru të gjokësi. Unë sprit, avele. A mundet mu bo gjithë kush trajner? Po, gjithkush, kjo është term i gjonë, po, gjithë person që e ka vullnetin, edhe i dedikuhet, mundet mu bo, Adeni. Teknikisht po. E ka gjithkush pasion, edhe e ka talent, A din me bu mira jo? Dallon. Se është, për shembull, kjo pjesa nuk ka veç ushtrime, se plot njerëz aty e shohin trajner veç ushtrime, po 90% ndoshta ose 70% është pjesë psikologjike, është qysh i qasesh edhe qysh den me bind atë tjetrin në mënyrë të pavetdijshme të tyne që me arrit deri te rezultati, se ti tu i thonë bëne, nuk ka që e bin njerin me bobile, shpesh herë edhe e arrin rezultatin e kundërt. Tu i thonë bëne se na ngullim kry, e kem si njerëz, e dojmë ato tonë, në mënyrën tonë. Po është mënyra qysh me bind të menu që u të e bo vetë. Okej. E ka është pak ma... që me arrit rezultati, atër në fund të i thot ku që unë vetë e kumbo, dhe nëse një klient të thot që atësen e di që e kem rri atë nivelin ma të naltin të suksesit edhe të rezultatit. Elton, a desh është kështu, arrin pa majic? Videon e po vetë. A desh është shpesh, për shambull? Paj, kur të mlypin më desh... A mund është më desh që tash? Që tash? Unë studio. Desho Elton. Kur të më lypët, fa. Je i gatshëm. Desho Elton. Je i gatshëm. A mund është me desh majicën, që tash? Aj, moj me desh, po për qefi se kësha desh. Tash, që? Hajde se po të bojna na presion për një desh. Desho Elton. Jo, më së de. Nuk ka një hoj më desh. Veç, dasha me thonë. Kjo ruhet, pile e ka që tu është kë Darja Njejc, dhe me thonë kë është ikone bodybuildingut, kur e përgatit për gara, dhe me thonë kë asë nuk ka postu foto gjithmonë në vesh ashtu oversize, po kur e dalin bini ka shoku krejt. E kë Eltoni paka shumë e ka, nëse jo paka shumë, po e ka mentalitetin e tina. A qove që pak majicën? S'ka që. Dhe me thonë tash adin për argumentoj pse tha jo. Dhe me thonë kë e ka mentalitetin e tina. Kur të hypa të mbin, muni krejt më orë qështu që e tub, edhe ja jepim kupën me 2 dur. Pisove? Ta shkruj. Kur e ki gare tjetër? Shkrujën në që aty? Dhe me thonë krejt me shku të Eltoni, mja dhonë kupën me 2 dur. Eltona përdora si farë pluhna? Po. Që shika në amrat? Po, ta shte më varet se të na shumë e marrën bilone rrugës me taksis të po ta që farë ma beti, se mur taksisti më kallëzu mu që ato janë shumë dëmshme. Po, taksisti më kallëzu që janë shumë dëmshme. Okej, mos i përdor ti. Mos i përdor. A i le? I komplion të shëja. Po, suplementet janë shtoj ca ushqimore cilat përdoren kur nuk mund është për gjatë ushqimit mi marë makronutrientat e nevojshëm që ty duhen. Ta është i dohen makronutrientat edhe mikronutrientat, njona të regën sa ki peshti edhe qysh do kështi me qatë pesht. Ta është i krahas masa muskulare me mas vjamore, kurse mikronutrientat, vitaminat ose mineralet të regojnë qysh ti njihësh. A sa je energjik, sa ki... E tani ti bon që të balans me të dyja. Ta është i suplementet janë shtoj ca ushqimore të cilat i përmbushin qëtë të dyjat. Se nëse një person është për shambull të dosht me hu pesh, a i prap duhet me më rri vlerat ushqimore për kundër faktit që të konsumu ushqim ma pak. Kështu që konsumimi i tyne nuk është diqka e dëmshme, ti jetu i marrë vlerat ushqimore cilat trupit të një duhen. Ama a ka diqka të dëmshme për i këtën e pljuhnave që përdore në treg? Po, nëse është kualiteti dopt ose së më prodhu... A ka lidhje me kualitetin? Pa i si gjdo ushqim tjetër, tash, adhe në këtë vare, qysh prodhohet, kush e prodhan... Shambull, kur e bon flin, nona jote është Po, krejt këtu, edhe në varet qaj qesin, aty po në përgjithsi, ato janë të testume dhe i kanë do certifikata, që ato që i kanë certifikatat për tjera. Ta kalëzoj një rast me një klient, kisha jep një ditë prej workout meret para treningu, adin ashtu me te forcë dhe energji, edhe puna është që përmbon shumë kafein, edhe kish pi dikon, do me thonë, kem bas dite, edhe të natën s'kish mujt me flejt. Edhe i shku më zgabovsha dikon në 3 natës të mjeku familjar. Edhe ja ka shoha i ka thënë jo, së bëne, është rrezikshme, zjas veç a i kishton, po më vjen nesër me një farë letë rëndor, ta është puna që kretë nesër ish klienta. Edhe po më thotë doktorri më ka thonë që është rrezikshme. Me tash, me ta bo një pytje, po. A ke doktorri të pi cigare? Tha, po. Bravo. A ke doktorri me pop kek para ty? Tha, po. E pa të borë kun rëmullak? Tha, po.
I thash unë e përgjigje ma që adin, përgjigja është qatë dishe. Po, ama në fakt pas ka qenë ideja që ajo nuk merret natën. Po, ajo nuk bët, ose nëse merret në bazë dite, bile e kom këshill për këtina, asun ja abuzoj me dosojnë. Tipit cilit bre? E profes. Po, pëse s'pja thua emrin? E profeset. Po me në sekret e di. Okej. Veç me kontrolu sasin, okej, nëse ke marrë 2 fish, mere vetëm gjysën e sajna, mundo vetëm pak ma shumë ka me dhëtë njëtën. Në varet çfarë shtesa ushqimore, në varet çka qëllimi, në varet çfarë faze, disa janë me hum pesh, disa janë me shtu pesh, disa janë veç për vitalitet. Kënë varet për qëllimi, duhet më konë edhe kjo në përkujdese profesionale, me ditë çka e të bojë, jo veç me marrë gjithë shka. Se edhe uj me pi shumë, unë me të bo dam, lene mo diçka tjetër. Edhe kështu që duhet gjithmonë me pas kujdes, personat cilët janë shëndet mirë, zakonisht nuk kanë probleme me kur far shtesa ushqimore, po njerëzit të cilët kanë histori shëndetësore, pa tjetër duhet mu konsultu me një profesionist edhe me mjekun e vetë, për me ditë se qka guxon me bo dhe qka nuk guxon me bo. Për shumë në këtë rast me këtë tipin që pas ka pas qatë problemin, nëse ajo ka përmbajt kofein, unë jom intolerant për shumë, kofeina, mu mja... Po zakonisht kur ki lejen ta të vinë në fillim të na, ndridhën durt edhe kam aritmi. Nëse për shembull edhe ai ka pak po të kuptoj, po puna është që kur vjen një klient në dozë më të lartë janë nisin me bë me nxjerr probleme me. Ju ka bua. Edhe po, jo, kjo për pre-workout me pi dhunën promi ose me pi kafe nuk me pa gjumë. Kjo është keq qyshje tolerant edhe se ka njerëz që pinë kafe para gjumit, domethënë shumë njerëz e pinë kafen para gjumit edhe i merr gjumi si kinxhi. Po, sensi. Unë çta njerëz nuk i kuptoj. Asu shmoj me kuptu fare këta njerëz. Po, për shembull pre-workoutin fillim nashta t'len ma shumë atëre pim pak ma herët, nuk t'len pa gjumë. Këtë është me ditë dhe me kuptu vetën, qka funksionan për ty edhe që funksionan, ajo është ka qenë efekti i kofeinës jo nëjsen diçka tjetër, mu bo më rak. Shumë faleminderit, më keni knash me plot informata, po besoj që edhe publiku deri qëtash ka kuptu gjithë shka bashkë me mu. A e ngojmë një kong qëtash për bendit knaqëm krejt? Ti e more vendimin dhe pastaj unë heshta. Ti më doje, ndoshta më doje. Për ty unë isha fryma në fundit vetë më thoje. Ti më mungon, se kupton sa shumë të kam. Po pres pendesën tënde. Ti më mungon, se kupton sa shumë të kam. Po pres pendesën tënde, sepse uritëm të ty. A e kujton dashurin ton. Nuk kam jetë pa ty. Ti ma ke thonë dhe ti ma ke thonë. Unë vetë desha. Ti e more vendimin dhe pastaj unë heshta. Ti më doje, ndoshta më doje. Për ty unë isha fryma në fundit vetë më thoje. Ti më mungon, se kupton sa shumë të kam. Po pres pendesën tënde. Ti më mungon, se kupton sa shumë të kam. Po pres pendesën tënde, sepse uritëm të dy. A e kujton dashurin ton. Nuk kam jetë pa
falenderojmë shumë Rinin që ka ardhë, se kena pa më ty. E falenderojmë E falenderojmë Ardianin, e falenderojmë Tonin, e Visarin, edhe Gretën tonë. Shumë falemderit për kangën. Ndërsa ata që falenderojmë sponsorët tanë që janë me neve gjithmonë. Ju e dini që e kemi ujin Rrugov gjithmonë me neve, që e pimë për shnet. E kemi këtë pijen Golden Eagle, që vjen prej një familjes të madhe, Frutex, që na e njohim prej mëti. Frutexi i ka mrena për mrena disa pije të ndryshme, përveç Golden Eagle e ka edhe relaxin, e ka edhe naturalin, e krit këto pije tash, jo mbo kogja shumë vjetë që nuk i gjeni veç në Kosovë, po i gjeni në edhe deri tash kanë qenë 18-19 shtete, tash janë shtu edhe disa të tjera, po gjithse jo mbo 22 shtete jashtë Kosovës, ku mundeni me i gjetë edhe naturalin, edhe relaxin, edhe Golden Eagle. Faleminderit Frutexit. E falenderojmë kolegjin AB, që është me neve gjithmonë, e falenderojmë British Schoolin, këto janë shkollat që na i qelin sytë. Edhe falenderoj për veshjen time, Kamea Clothing, si gjdo javë tjetër. Falenderit shumë. Pas e vesh kja ma herë të tregu për një shoqe që nerdh, Po. jënë konë të najtë për nërthi me për nërthin, edhe ja ka bo njoni tjetrit, unë për nërtha për nërthi. Jo vore shumë e mirë. Ama me kalzu krejt aden. Po qika që ke, s'ka A, ma qika shumë që dhe, është po dhe, për nërthi me për nërthin të najtë. So ka kupton. Jo, unë e di, u kom për nartë dhe për nërthi. Ka thonë për nartë ta për nërth, ka thonë u mërdhiva. Në qatë moment ka i u mërdhiva mrena. Ka thonë kush më thiri. Ajtë një tjetër? Ja, po thashën e... Që Artori dhe ne ka një shumë të mirë. Ka ndodhë diku në Evropë, se të na nuk... Okej, në Evropë. Edhe u konë një trajner të ju shtru klientët e veta dhe po vjen muhabeti, adën si kuriozitet, po të regon, po thot që gjatë marrëdhënieve seksuale i humbim 600 kalori brenda një ure. Edhe tash njona pri klientëve pe bën pyetjen, po thot, ti trajner pse po ushtrojmë na? Qa po ljodhëm do? Ashtë edhe një tjetër, Rrugë dy punë. ashtë edhe një tjetër, janë dhe me thonë, vinën fitness dhe me thonë si klienta trajneri personal, janë dhe me thonë, njëjti në orë, Gjakovari o Drni Coko. Tash është ajo pajisja e bench pressit, dhe ne ushtrimi klasik i gjoksit, edhe tash puna është që, do më thonë është benchi, do më thonë ajo pajisja, edhe shtoka, po tash puna që të shtoka e pak nëzirë me jashtë kështu. Okej. Tash në Drni Coku me përformu, shkon kë Gjakovari, aden fërkohet aty për mas pajisja e benchit. Edhe tash e vetë Drni Coku Gjakovarin që e ka bënë, veç mu siguru që po mbjen tamani. Api asil këthina na i sana? Jo. Mërmendja, jo. Unë si jam konë qaj Gjakovari, se di që ka bëjt. Unë si jam qaj. Jënë konë të lujtë kafsht futbol këndër insekteve. Okej. Edhe janë kafsht të fitu një 12-0, me thonë. Edhe në minutë 80 lëndohet flutra, edhe lyp me hi 100 komshin loj. Edhe hin 100 komshin edhe e barazën, i bën 12 golla veç vetë. Kryet loja, ata është të ato e marrë një intervjist, ashtu me 100 komshin. Pse s'hinet i ma herët, adin ja kështë fitu kejt lojen. Edhe po me ato i lidhë këtë kopashka. Shumë faleminderit për Barcoleta, tash kena me lujt pak, shkojmë te veç një fjallë. Okej,
Altoni është i pari. Kë është qështu i qetë shumë. O, kjo s'fol. Në është ta që po ushtrek ka 2 herë në ditë, s'ka vakt me fol. Kjo s'fol, kjo merë kupa. Ka doll, fjalla? Dr. Gadget. Wow. Që këshyrin këta kësisane... A të androjni fjallin? Jo, lërës të jeni tjetër. Të desa ta gjeni, thu ka një fjall. Holmesi. Sherlock. Sherlock Holmes. Detektiv. Bravo. E mirë kjo. Dorza. Dora. Dimri. Po dhe tha Dora, mire kaj. Dimri, a tha. Taft. Bora. Ne. Numri ne. Numre ne. Më se shpjego. Thuje emrin e dikujt. Dihet, na një që... Në jeri. Kush? Portier. Bravo. Faleminderit Elton, le të vjen në veri. A da le do Ullu që aty ku është i ullu në verit, lutem. Si jeni dhe si kaloni, mërhabo. A shkon veç pakës ma majtas, lutem, edhe afro, sa ma ofër të qajo... Edhe pakës zbrit prej qasoj, faleminderit. Rrezik. Urna? Rrezik. Aksident. Shaj. Ja. Kush? Denim. Policia. Aksident. Trafiku. Shpejtësia. Që unë një? Rrug. O? Edhe denim. Kujdes. Rrugë shpejt. Rrugë. Autostradë. Rrezikshme. Gung. Polici shtrirë. Bravo. Edhe një. Për në verin. Jo me shpjegu që një fjallë të shmeton. Na dënje. Parojsa. Fort. E pëse parojsa? Me dhe me kësigur, dhe gjenami që jo është atje? Se menojmë. Ato shkojmë direkt. Aty pa menu. Aty veç ata pa menin aty. Ashe ka realin toli, quk toli. Hajde. Hajde tol, hajde kalzo vetën. Ani direkt tha parojsa. A i ke siguru t'i veni, na? Ha? A, ti se di. Aty e denim. Ka njerën kjo aty mrena. A i ki njerën një ma se unë e gjyshë jame kur desi, kom thonë, unë e ty të thiri. Tash aty dikën e thirim, a shkojmë, ka shkojmë më rëndësi qëre. Une gjithë kom thonë, cilën do shkojnë mirë ta qatë, për shamë me bu me shku kënej, ka o kuq, je aty me Pamela Andersoni. Kështu që... Se mora është të po thua, jo bolë që ke mirë është. Paj, Edhe u konë. ka me që ashtë. E mirë është për kënë është. I ka me. Po për konë, për vetën. Okej. E se po këthem. Një fjallë, veç. Shpin me gunga. Një fjallë, Artur. Një fjallë. Breshk. E kalzova shumë. Kur e shpjegon atë te për lehtë me e gjithë. Ajde. Breshk. Tuf. Po. Dele. Delet. Jo? Delesh. Ujku. Po. Faleminderit, Artur. A, qa do të pojnë në prisha. S'ka lidhje. Thaja vele edhe një. E më rëndësi që po shkëshem parajs, po tarim për tjerat. Më rëndësi e kom siguru. Po dhe. Vena. I pirë. Jo. E bardh, Jo. uqe, Jo. Vneshta. Rësh. Bravo. Që shko ka i shëmt dhe që shelë. Veç vërre ka qëto. Qel. Bleta. Mjolti. njëta. Bravo. Shumë mirë. Po kaloj me njerë të loja e radhës, pantomim në vizatim.
Okej? Hajde, ta këshyrim që apo në del? Hajde. Mëna mos me mbullu për shka kamerës? Të në banim. Po gjak. Më gjaku. Bravo. Qysh bra lapa e bojt të? Aj të një jetë një shufta. Na kem lidhje... Pa fjallë, telepatike. Shpirtat binjak. Qa bona e mirë? Që ti, qësh po kalon? Hajde, ishtu na durt? Po që, hajde. Jo, bashkë, a banë që shtu për para? Po be, këtë dorë del të knena se këtë dorë e kam bicepsin e gatës. Del të qanena. Dora i del ma mirë knejna. Kjo dorë më del ma mirë, qata, se kjo së më do këtë mirë. Kam këtë bicepsin e kam atë keq. Ta shumë mirë. Në baj fort! Edhe gjeki shumë e fort. Hajde, tash me rëzu dorë? Hajde, tash mu nga mërë dorë. Tash me zatu. Hajde. Ka dole për zonë tabele. Jo, ka dole po mërë ti mu me veti që... Drejtat atër, po thoni drejtat e barabarta. Okej. Qëto duhet? Kundërshtarin duhet me Me trullu. mashtru. A një rëzën dorë? Vëden. A mja njësë na? Për fort kës... Vjen shpreje. Qësh dushem verë? Qësh më tha ma herët, kur folëm me të gjithë, u prezentun, tha kë Enveri. Po. Tani që tha? Ma ka lanë emni për ngut. Kër e një aty në listë spitalit, do me thonë krejt emnat jenë kohë të nënvizu, ma kanë gjithë emnin Enver edhe... Po, emnin për mësysh. Për mësysh, faleminderit shumë. Mëse gëzofsha. E kom emnin e keq. E more? E kom emnin shumë keq. Bolt mire ki. Po, e kom emnin e diktatorit. Që ata jenë bo trajnerve që me shtru zullum. Ne bo që me shtru zullum. Ja, me që parë, që te janë ndronë krejt këtë... Qëre, njeri e bën amnin. E vërtet. Mos e nëzit, Enver, Hajde. Kukut, edhe i gjonë, edhe ke tabele në ndune. Që shpiqat të, piqu. Na bën e hije. Është majtak. A je majta ka? A bëdon me dojtë Jo, ne? mirë që. A bëdon të kuqen se s'po vrejet, po më duket, kjo sot të shkrujt. Ur, Prit. Bol mirë ku këtu e bo, që ja boni mas pare elementin kryesor. Ti more po dishre me vizatu? Marë ke bo një hardë. ha, Gërshon, Mas ja, që tu kënë? aligator, Ju, që dy i ka? jo, gafore. Bravo! Falë, sa rënë qënë? Ball. Ball. Ball qëj. Ka, deri sa qëfar pesha? Pa i tash pesha klasike të fitnessit, ta pesha. Po e dione, peshër ma të ronë që e ke qu njetë. Po 240 kg i kom qu deadlift, A mund është më që mu? gjithë. Hajt. Vesh, po më rëzanë, se njoni më ka rëzu një herë. Pa shane veç a jeti që mohesh. Ku mu majtë? Në shpinë. Po dhe me skuat me bo, hajde hojri e doft. Hajde që tu, pish këta u knena. Opala, opala. që kjo kemi. Faleminderit. Hajde, kusha kore e një. Doni e korane. A je për? Hajde, Elton. Më të qua me vëzatu. A mund është dhe me që? Në me a? Me një dora me dy. Shto, erdë njoni, më rëzoj, një erë, a pju kujtojt. Ama nejtë së kom faj ati. Kom pas farmer, kam bëtë një, u datë në farmer, kam u bëtë në lidhë. Okej. Ashtu është vëq pak e zeltojnë se s'po shojnë ata. Letore, Etore, liber, certifikat, kësi, e martesës, dokument, leje, letër njoftim, pasaport. certifikat, Po të këshërë që hajmë të shkru. 2000. O do këtë që po shkru në i sanë. Ditar, Hajtë bëne matë madhe, qështu njejtë veç bëne atë që kaq.
Ja, po të dhimet aty, Gjakovari një herë. Po s'po shihet. Okej. Hajde kaldo vetën. Kontrat. Pore. Pore. Fatur. Bravo! E disha që s'me shohen, Me s'me që rrugit. Okej, edhe një. Hajde. Që kanë shteron? Me vzatë unë këto. Që ashtu që shështë? Me dorë. Ose me... Gabim... Me spak. Gabim e mërtim, kjo nuk ka dorë është kom, apo dhe në të jeshtë. Kjo, a? Po. Kaldo. Kome pas. Kom është, kaldo, është gabim e mërtim. A din orën me vizatu? Arën me vzatë unë? Po, me Apo qelë. do këto në që di me vzatë unë? Runi. Veç për të thashë. Ala pa e vizatu. Ash, kush e ka renin? Unë. Hajde tëllë. E keni kry, a ka në kush që kam i Artori. Artori, po hajde Artur. Hajde Artur. Hajde, së në di me zatu. Kjo është artist. A din me vizatua? Shumë, jo s'po të besoj. Mershin në shkollë fillore, punimet e mija i qëtëshin. Edhe të mija të kanë marë, po mu me ka po mami. A unë i bëjsha copy-paste, e mesha fletën e vizatimet e qisha në laptop, edhe veç që njekësha ato vizatimet. Në gjithë më thëshin që di me vizatu. Leonardi, gjatë orës mësimit të inspiroj, kja kur o këthej, kja kish pas vizatu mami. Se se ka vizatu të dhe ke po inspirona, Ta zënë, ta që i ke mallin o Picasso. Picasso i Kosovës. Qa më kujtove. A gjithë Që gjithë na jem për shkollës mes, me jem do me thënë një për. Për ndryshe, njifet si Leonard Inspirimi. Ku be din të? Të se ka? Vetë sa më kalzove. Po që. A i dini një me Shto du të me dit dikush. Tjetërit garan, shirrete. Krejt. Bravo. Është kjo, muzika, Chelsea. Not muzikore. Chelsea muzikës. Krejt. Pentagram. Pentagrami. Si kjo. Po, që mirë. Shpërat. Ja. Po, në shpëret është kjo. Shpërat. Qka? Ploqa. Kafja. Ploqa. Gjezveja. Që se plot ka. Ploqa. Jo. Ja. Jo e pedi. Pët, që t'ja bëj edhe një snë. Qëre, Furra. jo... Pasuli. Po! Në fillim ka shku me një pasuli. Shqiptari! Faleminderit shumë. Po kalojmë te loja e radhës. Haj, more tëllë. Okej. Leonardi s'po nin kur gjë. Parashut. Parashut? Aj. Jo, re. Ja. Internet. Më zbërtet shumë se të një. Internet. Më s'ka prek dorën. Internet. Po. Hajde. Veç, për të gjithë vlen, qa do që ju t'inglan, qështë do që ju duket të thujeni... Po. Qa do? Lirisht, që Artori le t'ullet? Hajde ta shtet tëllë, se... Hajde këtu në bollë venet. Okej. A këshyrim... Rot. Got. Rot. Rot. Shot. Rot. Rot. Bravo!
Beret. Beret. Bravo! Okej, a vjen Enviri? Jo, jep ja. Jo, në shumë se të marrone. Hadi Tonin, hadi që tu, a? Shani. Po, qate. Fjalim. Qysh? Fjalim. Flet? Fjalim. Fjalim. Veprem. E kundër dha. Fjalim. O s'fët li? Po pesho. Fjalim. Më zbo mua bet, veç fjallën thuje. Fjalim. I të bën mua bet, valla. Fjalim. Fjalem. Bravo! Edhe një? Ju! Jo, me fjallë, ki fjallë. Banana. Banone. Banone. Banana. Banana. Banananana. Banone. Qysh? Banone. Banane. Ko! Ashtu sheqer, bravo. Faleminderit. Hajde, Elton. Sa shumë rënë nëna, orë e doft. Kur së gjenë? Bajame. 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 Wow! Mos vërtet. YouTube. 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 Muzika? Muzik. YouTube. YouTube. Po. Bravo! Faleminderit shumë. Po shkojmë te anagrami. Të shojmë anagramin, që po në thot, të pash. A na kena me? Po, shpat. Unë për pak është të thëmë pashtet. Mungë e patë dhe një të. Okej? Të karjush, nejse, s'pëdi që a kanë menu me qëta. Qa pju mërmendja që është? Kjo është një folje, po që... Shkruaj. Po. Ruaj, po. Hajde tjetra. Me bis. Kismet. Po e ka gjithë... Besem, po. E ka gjithë publiku na... Zonjën Sanje kemi këto... Respekte për zonjën Sanje. By default. Rams. Mars. 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 Qdo qokolata, bëllë të mira janë. Pro. Plas. Laps. Plaq. Lopsi. Laps. Laps. Yes, laps. Djep. Jep. Djep. A ju kanë luhat juve në për djepa? Jo, në krytë rëmullakte. Jo, ne kam Ja, neve të kem vazhina kejtë është e kena gjithë krytë krytë katrore. A bën tjetërën? Bukur. Mi bur. Burim. Bukur. Burim. 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 Përshet. Shporet. Përshet. Ma mirë përshet. E fundit? Jo edhe njërë. Narkes. Ankes. Jo. Narkes. Kjo...
Është e pazakon. Rënkes. E pazakon kështu në përditshmëri, po për shembull mu më nevojitët çdo javë. Aty në që bojnë film, ajo nevojitët non-stop. Që kjo? Skenar. Skenar. Faleminderit shumë. Kena me ngu një këngë që tash më knaq për sëri, më relaksu, se apësheq sa pun tronke me këto. Po dhe. Po relaksohëm pak, mande i polujmë. Po e doft. I love you. Pakat! Jej! Çfarë këngë e bukur, që të këngë shumë kanë vujt njerëzit me këtë këngë për parë, ata është s'pëdi ajo në halatu vujt me qëto edhe për mas. Edhe për mas, po të rini. Si ta është s'pëdi, a po dijet, a jo në halo? Halo. Shumë këngë e bukur, shumë bukur e ke këndu Gret Zamër, tepër bukur. Falenderit edhe në Arinit, Ardianit, Tonit, falenderit Visarit, edhe Sofis normal, për ndryshë Sofia sot më ka bu grem, zdi harova me përmen, grimin sot Sofia më ka bu. Falemderit Sofia Abdyli, sepse grimerat në kanë shkum pushim sot. Sharaut Sofis. Auq. Sharaut. Sofia. Okej, po ja nisim me njerë pantomim në jo po fotomim. Fotomima, po ndojmë në grupe edhe po ja nisim. Shkojmë. Ku po shme? Baba Dimër. Kauboj, luftetar. Bravo! Me hangër, me nëzyt, në gjymë, speca.
Maz, Qëre. me vozit, polici trafikut, shofer, Formula 1, pilot, dirigent, muzikant, Qëre një dirigentin? majmun, me sil, tengjere, me Që do një zi, bëja një dhe zoni nëse e dini që... me frigumen. Që ku ka nardë. Ma që ne i breqë. Me hongër, Me hongër po. Me ly, me ly, Po. margarin, Tjetër. gjem, peanut butter, aerokrem, Nutell. Allah, kryesore në arrut. Thika. Qajni kanë gjyni, mor vlog. Violin. Shqeqer një. Bio 2 dhe i stash. Skënderbeu në kanë gjetë edhe që të violin. Veç edhe ju shumë pjap një zërë. Me notu. Not. Natë, qaja. Shumë faleminderit. Ajde, ju njësoj. Shumë ke zërë. A kem në shysh. Pashtet ke ajo me lypë. Apo, Shtet, burr. Edhe kja si e kafes, burr, aparati kafes. Afroni vëqë edhe pakës aty Mikser. ma ofër fotelës. Televizor. Po. Bravo. Konop. Qader. Qader. Bravo. Breshk. Lepur. Se s'pe boni Kangur. që bën? Kangur. Kangur. S'pe boni? Luan. Gafurre. Levatar. Levatar. Not. Nat. Pomje. Pamje. Po, not, pamje ku. Deti. Bravo. Jeti. Basket. Basketu. Shqiponj. O, dalu. Bravo. E shumë bërë dhe Shqiponj. Wiu. Kalash. Polic. Jo, Zerfix. Bravo. Mësë më mëna ko këmi gjeni. Jo, këta shumë mirë. Jo, të shpjegoj. mërë, na. Nëse dini, nejse. Piktor, me këshyr, me vizatu, Vizate, bo, okej, ka kalu. me hongër. Shka me hongër? Frut. 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 Banane. Jo. Dardh, moll, Jo. kumull. Ka kalu. Aparati kafes. Benzen. Mikser. Mikser. Jo, 2 janë ato. Kafe, espresso. Mikser. Shlag. Shorte. Qaj. So i kanë gjetë këta, Sofi? 5, më zga Ta kanë gjetë ma shumë. Po normal, Ama ka pas veç. neve të fortë. Ama këta i kanë shpjegu ma mirë. Po i kanë shpjegu. Dorën zamër. Ja, po i kanë spjegu. Faleminderit shumë. Edhe i patë ma të mira mi spjegu. Po, patën më atleta. Po me kima usën ti me top të Ja, me usin kima basketit që ato spjego. Kalojmë te loja. Na patëm Jo, dragu. Dragu. Po, na patëm deve, që është me spjegu. E ronë. Okej, të këshyrim apo mësojmë në i gjë. Kuriozitete kemi qëtash. Qa po na thojnë kuriozitetet? Cila është pesha ma e madhe e ngritur nga një njeri në histori? 500 kg. Është 500 kg nga Eddie Hall, është powerlifter 2017-ën. edhe kur e ka ngrit peshen, do me thonë realisht trupi njerit nuk mundet me ngrit qatë pesh, do me thonë në teori, do me thonë ka pas seanca psikologjike me psikolog edhe neurokirurg më zgabofsha, që kur të hen aty... Neurolog në është ta? Jo, neurokirurg. Se neurokirurg. Nuk e di pse, ai që ashtu e qaron në intervist, Okej. do me thonë ku shkon me ngrit peshen, ai realisht o ka ngrit veturen prej fëmijëve të vetë. Do me thonë me qatë mindset të hi.
ndryshe jo, edhe e ka ngrit peshën. Nuk mundesh ndryshe përpos nëse njeri është në fight or flight, që është rrezik për jetën, nuk mundesh me prodhu asnjë lloj force. Dikën që e dën që shumë, ti e në qësi momente, ta den që thujnë ta jap Zoti fuqin, që ashtu... Wow. Me thonë e ka përgatit vetëm psikikisht për qatë sen. Wow, interesant. Jetë vdek. Qenka Paul Anderson, një pesh ngritës Amerikan, konsiderohet si njeriu që ka ngritur peshën më të madhe në histori, duke bërë një ngritje të fuqishme, backlift, prej rreth 6270 kg-sh. Pse? Qa kjo njeri kështu, a normal? Po qëfar pozite e ka shty peshën, do shte... Backlift. Do shta 4 heq. Backlift. Së di që Do është. shta ka bo Me shtymje. ngrit pitokës s'ka shansë, nëse ka shty në esan. Me tërheq vetur, me tërheq kamion, po mundet me ndodhë. Ama me qu pesh. Ngritje për i tokës e ka rekordin personi cilin e tregoj Aha, e Emeri. ngritur. Atëherë është gabim e shkrytën. E shkrytën është gabim. Me tërheq po. Me tërheq po është tëra. Ka mundësi që e ka tërheq. Okej. Ne kamion këtu. Po ka tërheq, ose ka lidhë vetën, dikun e ka ngrecat Që peshë. ashtu po duket? Backlift. Okej, a këshyrim një tjetër? Për ndryshe faleminderit që ndohat me neve një tjetër kuriozitet për çka... Cila është distanca më e gjatë që njeriu ka vrapuar? Mos gabofsha është një farë historie, me thonë është prej ku ka fillu maratona, po s'm kujtohet saktë, e kom pak një gullaf. Është ajo më e gjatë, ajo ka qenë dhe qysh ka mbet maratona, 44 kilometra. Po. Më e gjatë, ka njerë që vrapojnë shumë, i vrapojnë ka 200-300 kilometra. Që, ta është kuriozitet tjetër, këto distancë në pedim, po njëri si qenje është e kryume për me vrapu gjatë. Do me thonë, na nuk jem as ma të shpejtit, as ma të fortit, na qysh kem bjetu edhe jem sot dhe... Distanca më e gjatë. është që na kem mujt me vrapu shumë gjatë. Pandal. As një kopsh tjetër nuk mundet si njeri u me vrapu. As të një tjetër. Distancë. Për shembull i ki këta... Ultramaratonës, po. Këto që vrapojnë shumë shpejt, po me bu milion pak ma gjatë ata do me thonë gordin. Wow. E njeriu për maratonist është qenja që mundet me vrapu mas gjatë. Nështë se na e kontrollojmë edhe në Evropë nuk e nisim kështu sigur që e bojnë këta në distancat shkurta që e bojnë. Nështë na e bojmë me kadal. Po edhe mekanizmi që kemë trupin na mundësën qatë. Okej. Lumet na. Kretë tonat mirat na i kemi, po apet s'podim. E meta njeriut. Qa është sot? Cila është distanca ma e gjatë që njeriu ka vrapuar, atëherë qenka, nga ultramaratonistët më të njohur në botë, distanca ekstreme përfshirë 350 milje, ose 563 kilometra, pa ndalim, Karnazes raportohet të ketë vrapuar me mira kilometra. Në karjerën e ti, duke thyrë shumë rekorde. Do më thonë Karnazes ko ka. Apo? Nuk ka që për një, po... Aso në s'pe një. Kur s'kom një? Po këti halal i kofët me gjithatë. Wow, okej. Cili është njeriu me peshën më të madhe në botë? Pesh, kështu që peshon a i vetë? Urno? No fat shaming, veç sa peshon kështot. Veç fakt. Po mundet me konë sumo lifter, adin ata e Sumat, o zot. A i këshirim? Jo, nështë ta... Sumo wrestler. John Brower Minogue. Njeriu më i shëndosh, me peshën më të madhe i registruar ndonjëherë në botë, është John Brower Minogue, pesha maksimale rreth, o zot i madh, 635 kg, lartësia 1,85. S'ko ka shumë i gjatë. Gabofsha kë ka qenë shekullin e kaluam, bile është edhe një farë sekuencë, një farë video tina, dhe me thonë kë peshën e vetë e ka trajtu si diçka të shejt. Po nuk po di është sak qaj, po. A mos si pas qësojnë ase e kalion rekord, dhe me thonë peshën e trupit vetë e ka trajtu si diçka të shejt. Thonë sa majtrosh që ka qenë, aja e ka trajtu si diçka interesant. Mos gabofsha qaj. Jo, nuk ecën, palivec. Jo, palivec shumë është. Nuk ecën. Ka emisionet të ndryshme për persona që janë përmi 200 dhe 300 kg. Nuk ecën. Bukvalisht me kran duhet mi bajt.
Nëse do me mu jeku me çun spital, do të kranin me thirr me nxirr njëri Ama me çfarë kran. gjendje shëndetësore munden me pas këta njerëz? Ajo katastrofale, ajo është anglisht quhet morbidly obese, do me thonë i mbi pesh sa për vdekje. Do me thonë titulli është quhet, është diagnozë mjekësore. Ç'm rrihet deri te që ajo pesh? A dihet? Pa mungesa aktivitetit fizik, do me thonë pasiviteti një, plus ushqimi ekstrem, do me thonë se ta garantoj 635 kg me i bo një njeri, do të me hongër ekstrem shumë ushqim. Mi mbajt është punë në vetë. Ama për shembull njerëzit që nuk lëvizin këtë rast i bjen që ata as nuk punojnë. Nëse nuk punojnë, kush i man ata njerëz? Kush ju jep me hongër? Kjo tash është. Merr. Po tash e hinë e fellshëm. Vallaj, po gjithçka po mendoj, bile kam edhe do pyetje, po. U burron situata. Që kjo është e fundit, faleminderit shumë që keni ardhur veç kash. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Ka qenë shumë kënaqësi edhe për neve, energjia ju ke fantastike. Edhe ju Bashkë kënaqem. Edhe po shpresoj që shihemi se cilën herë më të shnetshëm e më të mirë në çdo aspekt. Faleminderit inshallah. Natën e mirë të gjithëve, shihemi javën e ardhshme.